Por, të vim të Me sa mora vesh, kishim një moment veçantë tani? Po, absolutisht, sepse e kemi thënë dhe të tjera, momentet veçanta jo vetëm në Portokalli, por dhe në ekranin në Top Channel do vinë në formën e tyre këtu. Dhe sot kam kënaqësinë që pikërisht për atë që është ngjarja më e madhe e fundjavës, reality show Big Brother, por ne nuk do merrem me personazhet që janë sot realisht aty, po merrem me ata që me të vërtet kanë krijuar ngjarjen Big Brother njëshin. Janë ngulitur në kujtesën e njerëzve. Të kalojmë tek të ftuarit e mi special. Sukses. Sa hapet muri, faleminderit Ami. A, të beft daja ti. Amane dajo, amane. Ti se pute dajon ti, apo? Amane dajo tani. Mirë, Olsi, mirë. Bravo, kam kënaqësinë e veçantë. Mirë mbrëma, mirë si u gjetëm. Ere. Shqiponja, mirë, e fort Shqiponja. Sa vjene rritet re dajo. Qa thua? Po qumë është jep Shqiponja. Jo, se e thash... Ere dajo më nga të smokë shu se jena transmitiv direkt. Po, të kupton daja. Atere, dua që pyetjen e parë, e ndihni ju Big Brother? Po, dhe me thënë e për qëllim atër kur kemi ka. E shikoni me fjalë. Po, sepse ne jemi shumë të ngarkuar gjatë gjithë ditës. Atere, kush është opinioni juaj për femrat më saktë meshkujt në... Më saktë po të pjesë për femrat. Femrat në Big Brother 2. Tashi, dhe me thënë... Çfarë të tregj vëmendje në Olsi ti aty? Mua nuk po e bëjnë lojën ashtu si që kemi bërë, dhe me thënë kur kemi qenë një. Aty brenda sepse mungon dashuria. Akoma nuk kemi parë një puthje, le me të flitet për batanie se s'bëhet lafare. Kërë zicëm kërë. Amane zhulloqi drejqit. Kush të pëlqen më shumë aty? Unë po të kisha qenë aty brenda atë mimozen. Ere zhulloqi, a vashtje? Është e mirë, është e mirë. E ka mënyrë thënie, e mirë është. Unë befasojmë dhe me thënë me ata Arionin si mund të rezistoj aty, kur ajo Zhuleta i vardiset nga prapa. Vdisha jo re dajo, vdishta puthit si fonaj. Qa thonje? Vdisha jo shkret. Do më thonë ti mendon se Arioni nuk është i aftë që të vazhdoj lojën tamam ashtu si shduhet në fjallë? Ajo Zhuleta meshkuj duan një qik me dhunë, dhe në qofë se nuk ta jep, duhet t'ja marresh. Amane sa mire di ki drejqe. Ka eksperiencë atje, po e? Me noqen? Unë noqen që ditën e dytë kemi marru pune. Po mirë, po mirë atëre. Dhe se po të shau që ta fus njën për te. Po mirë, nuk i thua dajos ti. Amane të flasën qikun për meshkujt. Mirë, për meshkujt. Qa mendimi ke ti për meshkujt? Amane se për atë bjordin, amane vdesun për atë. Ashtë i mirë, e? Ama si trileqe është ta ashtë tere. Të përqenë, e? Shumë përqenë, ma. Po ja, edhe me dy se a i meret me... Tere ato qupat aty brenda, bëjnë kotat, apo vdesin ta puthin qika ta. Puthin një nga një, se i vjen zor ta puthin në sytë njëra tjetërës. Po, si mendon ti se situata aty në thonjza, do më thënë, është ndezur, do më thënë, ka mendon se... Kotë ndezur e kotë ndezur. E figur, ju keni qenë loj më të mirë me fjallë, është strategjie të flasë si kështu si analizë. Po mirë tani, do më falni, sepse pavarësisht nga deklaratua e flitet që edhe për ju lafe kanë qënë, se së e vërtet që ju aty keni kryer... Qa thua e dajo, kotë kë? Se ke parti tundesht e krevati aty që... Nuk i durojnë do të ashe themet në A, tu befte daja sa si qërë të kam. Jo, si durojnë do të ashe themet. Ta shi dhe me thënë nuk ka në konflikt aty, sepse kur kemi qenë ne aty brenda, ja kërciste Romina ndoj port aty që, sepse gënë aty brenda dhe me thënë atë pun ke gjithë ditën hapi ri, hapi ri dhe pi, po mirë shumë ukur. Do strategji qdo gjë. Do strategji, mendo se s'ka strategji aty. Po mirë, qëfar mendimi ke ti për shumë veç femrave tjera, për shumë, qëfar mendimi ke për Republikën? Republikën tashi po të kisha qenë aty brenda, unë do kisha bërë monarki. Po mirë atere, mendoni se loja sa të video jetë më të rejse, më intriguse, pra do kemi të papriturat të këndshme tjera si këto? Nuk mendoj ashtë. Gjithashtu nuk po ta le të vazhdosh mendimin, as ty në besa ime, për arsyeën e thjeshtë, sepse në çdo javë portokallist, po thua se do të kemi këtu si analist, do flasim për Big Brother 2, për kaq, unë ju falenderoj nga zemra dhe njëkohësisht di t'ju them që këtu në Portokalli gjithmonë në çdo javë, në mënyrën e vet speciale, të veçantë, kemi prur një rubrikë që ka emrin Atentatet, që nuk ka lidhje fare, për shembull me filmin Shtigje lufte, po unë juftoj ta ndjekim së bashku. Mane, çini madhe. Hajde. U beft daja ti, hajde zhulaq.